Gazetari Elton Qyno ka fituar betejën me prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit e krimit të organizuar në gjykatën kushtetuese. Me një vendim unanim, kushtetuesja vendosi shfuqizimin e vendimeve të gjykatave për sekuestrimin e materialeve, pajisjeve elektronike në pronësi të tij, kontrollin në shtëpi dhe kontrollin personal. SPAK e akuzoi gazetarin për nxjerrjet e sekretit hetimor pasi Qyno publikoi komunikimet e të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani, biseda të dala nga JCC. Tashmë, materialet që u sekuestruan do të asgjësohen dhe nuk do të përdoren më si provë në proceset gjyqësore ndaj gazetarit. Në vendimin e kushtetueses, thuhet se ndërhyrja në të dhënat kompjuterike të gazetarit përbën një ndërhyrje disproporcionale në të drejtën kushtetuese të shprehjes, e garantuar nga Neni 22 i Kushtetutës dhe Neni 10 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njerëzit. Qyno e cilësoi këtë vendim pozitiv, teksa u shpreh se këtë betejë nuk e bëri vetëm për veten, por një kauzë që të tilla gjëra të mos ndodhin më me gazetarë që rrëmbehen në mes të rrugës.